Mbrapa meje nuk është miting proteste, po janë qytetarë shumë që presin linjat e autobusëve. Kanë folur me disa prej tyre dhe ka raste kur autobusët vonohen mbi një orë. Madje një pensionist po më thoshte për autobusën e institutit që kishte 2 orë që e priste. Ajo që ka ndodhur është që pronarët e linjave private, që janë monopolistë në tregun e transportit publik, kanë vendosur të reduktojnë ndjeshëm shërbimin, sepse kërkojnë ose rritjen e çmimit biletës ose kompensim nga shteti. Tani kjo lloj greve është praktikisht e palishme. Firmat që kanë marrë koncesion nga shteti, linja e transportit urban, kanë detyrim ligjor që t'u japin shërbim qytetarëve. Ata nuk mund të ta vendosin qytetarin përpara faktit kryer, nuk mund t'i torturojnë qytetarët që të presin pafundësisht në linjat e transportit publik. Në programin e lëvizjes bashkë, ne kemi si ide që linjat e transportit publik brenda qytetit të jenë të administruara nga institucionet publike në mënyrë që të rrisim cilësinë e shërbimit, bileta e shërbimi tjetë e përballueshme dhe mbi gjitha, nëse ka vend për greva, ato duhet të jenë greva të punëtorëve. Greva të punëtorëve për përmirësimin e kushteve të punës dhe të pagave siç ankohen pafundësisht fatorinët dhe shoferët e autobusëve në Tiranë dhe jo grevat e pronarëve, jo grevat e atyre që kanë monopolin e linjave të transportit publik në Tiranë.